Hetimet për një sër ngjarjesh kriminale që kanë tronditur qytetin e Shkodrës në vitin 2018 janë në duart e prokurisë së posaçme, e cila po heton lidhjet mes fisëve Bajri dhe Lici, dy grupe që janë përfshirë në një konflikt hakmarrjeje. Ngjarjet që janë në hetim përfshin shpërthimin e një sasie eksplozivi në lagjen Partizan, 4 vrasje dhe rrëmbimin e 2 personave, të gjitha të ndodhura në të njëjtin vit. Prokuria e Shkodrës ka dërguar dosjen përkatëse në prokurori për krime të rënda dhe këto hetime janë bashkuar në një procedim të vetëm. Muajt e fundit SPA ka kryer veprime hetimore aktive për të zbardhur ngjarje dhe për të identifikuar autorët e mundshëm. Në kuadër të hetimeve, prokuria e posaçme ka dokumentuar vrasjen e Fatbar Licit, ngjarje për të cilën janë arrestuar Behar Bajri, Safet Bajri dhe Astmer Bilali. Ata janë akuzuar në përfshirje për vrasjen e Licit, ndërkohë që kanë mohuar akuzat e ngritura ndaj tyre. Prokuroria thotë se vrasja ka pasur si motiv hakmarrjen, pasi Behar Bajri e kishte fajsuar Ibrahim Licin, nipin e Fatbardhit, për vrasjen e ish policit Boran Burçana dhe partneres së tij Silvin Doci. Hetimet vazhdojnë dhe SPA po punon për zbardhjen e të gjitha ngjarjeve të lidhura me këtë konflikt.